Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se paketa e maleve do ta amendohet me qëllim heqjen e disa burokracive. Kreu i qeverisë u shpreh kritik për punën e kryebashkiakëve që sipas tij kanë vonuar përpilimin e hartave në zonat malore. OSBE Odiri publikoi raportin përfundimtar me gjetjet për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Në raport thuhet se zgjedhjet ishin konkurruese dhe dita e votimit ishte e qetë, por ato u zhvilluan në një klim të lartë të polarizimit politik. Kreu i opozitës Sali Berisha thotë se raporti OSBE Odirit faktoi farsën elektorale të 11 majit. Berisha ftoi shqiptarët të ngrihen në protesta për të vendosur një qeveri teknike në vend dhe për të kthyer votën e lirë. Do të qëndrojnë në burg për jetë 26 vjeçari Hysen Meta, që në shkurt të një viti më parë vrau baban e tij në Shenevlash të Durrësit. Nga 3 deri në 8 vite burgu dënuan dhe nëna dhe 2 fëmijët e tjerë që ndihmuan në fshehjen e kufomës. Policia e Durrësit arrestoi 4 persona dhe shpallin kërkim 2 të tjerë për vrasjen e 2 fish që ndodhin ditë më parë në Manës. Të arrestuarit akuzohen për mos kallëzim krimi, ndërsa në kërkim është një nga autorët dhe personi që e largoi. Papa Leoni XIV dhe mbreti Charles III i Britanisë së Madhe zhvilluan këtë të enjte një lutje të përbashkët në Vatikan. Kjo është konsideruar historike pasi ndodh për herë të parë që nga shkëputja e kishës anglikane nga papati rreth 500 vjet më parë. Zonja dhe zotëri mi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se paketa e maleve do të amendohet me qëllim heqjen e disa burokracive dhe krijimin e lehtësirave. Kreu i qeverisë u shpreh kritik me punën e kryebashkiakëve që sipas tij kanë vonuar përpilimin e hartave. Paketa e maleve e miratuar në mars të këtij viti do t'i nënshtrojë disa amendimeve. Kryeministri, që lajmëroi ndryshimet ligjore, një kërkesë e ardhur nga vetë qytetarët e interesuar, pranon se do të synohet të hiqet çdo burokraci që ka ligji. Të bëjnë amendimet përkatëse të ligjit dhe me shpejtësi të lehtësohet ligji edhe nga ndonjë ngarkesë të tepërt. Por ndërkohë Rama mblodhi të gjithë kryebashkiakët e vendit pasi nuk kanë treguar seriozitet sipas tij për atë pjesë të përgjegjësisë ligjore, që është përpilimi i hartave me zonat malore për të cilat ka interes për të investuar. Pse nuk bëhet kjo? Dhe si do ndodhi kjo në qoftë se shprehjet e interesit për të investuar në territoret tuaja përballen me indiferencë, me muaj të tërë? Vetëm 10% e bashkive i ka dorëzuar hartat e kërkuara, e për këtë arsye, Rama u mor personalisht pothuaj me çdo njërin prej atyre që nuk e ka kryer këtë procedurë. Kryetari i Bashkisë Konsistorit nuk duhet merret me një zjarfikës, jo hyrin punë, jo syrin punë. Ma dëgjon ti kryetari i Bashkisë Devollit. Ë? Tani mbyll edhe ato problematikat që kishe me karburantët. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Kuksit? Ti më dëgjon. Po nuk e di jam kupton. Dhe kjo vlen për gjithë Derke Benet Beci që ka qenë promotori i kësaj pakete dhe unë Shkodrën nuk e shoh këtu. Zgjohuni nga ky gjumë edhe brenda muajit tetor duhet vinë të gjitha hartat. Por kryebashkiakët demokrat tha se kishin një justifikim. Ty të paktën të falet se keni qenë të zënë me demaskimin e farcës zgjedhore. Tani fokusohet e puna, që tregon që si majta si djathtas, kur shqiptarët flen gjumë. Aktualisht janë 4.000 aplikime si shprehje interesi për të përfituar nga paketa e maleve. Kryeministri gjithsesi e thekson se do të ketë një kontroll të detajuar për dokumentacionin, pasi ai foli për një rast abuzimi që është evidentuar nga policia shkencore që do t'i përcillet organeve të drejtësisë. Një operacion kriminal për marrjen e një sasie të madhe toke me dokumenta të falsifikuar. Ndjekim deri në fund. E në këtë pikë Rama u rimor me gjyqtarët që flenë mbi dosje duke lënë në fuqi urdhër sekuestrot që favorizojnë abuzuesit. Situata antishtet. Masa sigurie vitit 2019 dhe vitit 2020. Zaptus atje dhe ndërkohë gjykata bën sikur si shef. 500 aplikuesit e parë në platformën për paketën e maleve do të mund të përfitojnë për 10 vjet përjashtim nga taksat. OSBE Odiri ka publikuar raportin përfundimtar të zgjedhjeve të 11 majit. Në raport thuhet
se zgjedhjet ishin konkurruese dhe dita e votimit ishte e qetë, por ato u zhvilluan në një klim të lartë të polarizimit politik. 5 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit, misioni vëzhguesve ndërkombëtar OSBE ODIHR ka publikuar raportin përfundimtar, duke cilësuar ato si konkurruese, por të zhvilluar në një klim polarizuese të lartë dhe garuesit nuk patën kushte të barabarta. Zgjedhjet ishin të administruara profesionalisht dhe konkurruese, megjithatë ato u zhvilluan në një klim të lartë polarizimi politik dhe në një terren të pabarabart mes forcave politike. Megjithatë kandidatët përgjithsisht mundën të bënin fushat lirshëm, ndonse disa raportuan friksime. Në raport thuhet se dita e votimit ishte e qetë dhe administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse e transparente, por ODIHR ka konstatuar edhe disa probleme me 11 majin. Dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht e qetë dhe organizuar mirë, por u shënua nga një mungesë e shpeshtë të respektimit të procedurave, si dhe disa incidente të friksimit dhe nxitjes së votuesve, si edhe mangësi procedurale dhe të transparencës në numërim. Për sa i përket votimit nga jashtë i aplikuar për herë të parë në Shqipëri, ODIHR thotë se u menaxhua mirë. Votimi nga jashtë i prezantuar për herë të parë në këto zgjedhje u menaxhua mirë pavarësisht marrëveshjes së vonshme politike dhe vonesave organizative. Sa i përket fushatës elektorale, theksohet se partia në pushtet kishte një avantazh në përdorimin e administratës. ODIHR raporton dhe për tentativat për blerje votash. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë të pushtetit ekzistues. U raportuan gjithashtu shumë pretendime për presion mbi votuesit, veçanërisht mbi punonjësit publik. Çështje të tjera shqetësuese përfshin raportime për blerje votash, përpjekje për të ndikuar padrejtësisht votuesit vulnerabël dhe ndikim të dyshuar të elementeve kriminal në zgjedhje në disa zona të vendit. Mëtej legjislacioni zgjedhor dhe interpretimi i tij i ngushtë nga administrata zgjedhore nuk parandaluan praktikat abuzuese. Misioni ODIHR thekson mungesë transparence në financimin e fushatës, veçanërisht donacionet dhe shpenzimet në rrjete sociale, duke thënë se asnjë subjekt politik nuk publikoi bazën e të dhënave për donacionet, siç e kërkon ligji. Mekanizmi i ri i koordinimit midis institucioneve për hetime dhe ndjekjen penale të krimeve zgjedhore për ODIHR është një zhvillim i mirëpritur, por që kërkon vazhdimsi për të adresuar shqetësimet e përsëritura për abuzime zgjedhore. Raporti vlerëson punën e SPAK, por ka edhe disa rezerva. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK luajti një rol pozitiv në hetimin e korrupsionit zgjedhor dhe mekanizmi i ri koordinues midis SPAK, KQZ dhe zyrës së prokurorit të përgjithshëm u pasi një masë me efekt të mundshëm parandalues. Megjithatë, disa bashkëbisedues të misionit të vëzhgimit të ODIHR-it vunë në dyshim efektivitetin e përpjekjeve kundër krimit organizuar me lidhje politike. ODIHR kërkon një reformë të plotë zgjedhore me konsultim publik gjithëpërfshirës, duke nënvizuar nevojën e zbatimit të rekomandimeve të mëparshme. Ato lidhe me përbërjen e komisioneve zgjedhore të niveleve të ulta, raportimin e përkohshëm të financimit të fushatës dhe dispozitat për të siguruar një mjedis mediatik të favorshëm, përfshirë heqjen e përgjegjësisë penale për shpifje, të cilat mbeten të pazbatuara, duke treguar mungesë vullneti politik për reforma gjithëpërfshirëse. Kreu i opozitës Sali Berisha thot se raporti OSBE ODIHR-it të faktoi farsën elektorale të 11 majit. Berisha i ftoi shqiptarët të ngrihen protesta për të vendosur një qeveri teknike në vend. Vetëm pak minuta pas publikimit të raportit të OSBE ODIHR-it për zgjedhjet e 11 majit, Sali Berisha e cilësoi dokumentin final të vëzhguesve ndërkombëtar si provën përfundimtare të farsës elektorale. I kënaqur nga konstatimet e bëra në dokument, kryedemokrati tha se Edi Rama nuk ja doli të ndikojë në përmbajtjen e tij. Ndaj dhe u vonuan raport, u bën përpjekje të mëdha për ta çuar kalenda, i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farsë të vërtet elektorale. Sërish artikuloi idenë e një qeverie teknike, duke ftuar shqiptarët që të ngrihen në protesta. Qeverinë teknike nuk ta krijon kush, po se krijove vetë. Prandaj shqiptarët, nëse duan të votojnë të lirë, të përgatitemi për betejën tonë, për protestën tonë, për votën e lirë. E teksa Berisha vijonte akuzat në adresë të kryeministrit, ky i fundit kritikonte kryebashkiakët për vonesën në dorëzimin e hartave për paketën e maleve, projekt që për kryedemokratin nuk është veç se plaçkitje tokave të shqiptarëve. Paketën e maleve e tregoj me thethit, vetëm po mbjell faren e armiqësive dhe vllavrasjes. Ajo është një plaçkitje e madhe që bëhet. Dhe unë ftoj investitorët mos të prekin tokën e tjetrit. Nuk ka moral kur ti rrëmbesh tokën tjetrit. Bëju bashkë investor me te, ky po merr baron të drogës dhe po i nërsen kundër tokave të qytetarëve. Ky është krim. Akuzat në adresë e Edi Ramës i vijoi edhe më herët për asgjësim të parlamentarizmit gjatë trajnimit të deputetëve të rinj demokrat.
Kreu i KQS-së Ilirian Ceribashi përshëndet gjetjet e raportit të Odirit për zgjedhjet në Shqipëri, duke theksuar se vlerësimet pozitive për institucionin që ai drejton janë një shtys për të bërë edhe më shumë në zgjedhjet e tjera. Por ai thekson se do të jetë shenjë serioziteti dhe përgjegjësie institucionale dhe politike e gjithë aktorëve të lidhur me procesin zgjedhor për të punuar mbi gjetjet dhe rekomandimet e Odirit. Për këtë ai nënvizon se partitë politike, veçanërisht ato parlamentare, duhet të angazhohen për të përfunduar një reformë domethënëse zgjedhore brenda një viti. Kryeministri Edi Rama shprehet i vendosur se marrëveshja që bëri me Italinë për emigrantët që kthehen prandaj nuk do të ndodhë më me asnjë vend tjetër. Në një intervistë për BBC Radio, Rama tha se çështja e emigracionit të paligjshëm duhet zgjidhur me vendet e origjinës. Ngritja e kampeve të azilantëve në Ballkanin Perëndimor vazhdon të jetë një çështje e ditës në Mbretërinë e Bashkuar, edhe pse Kosova është shprehur e hapur për ofertën britanike për të patur kampe të tilla në territorin e saj, ndërsa Malizi do të pranonte nëse në shkëmbim merrte investime të mëdha në infrastrukturë, Shqipëria mbetet e vendosur që t'i kundërshtojë propozime të tilla. Në The World Tonight në BBC Radio 4, Rama përsëriti se marrëveshja me Italinë ishte e para dhe e fundit. Në rastin e Shqipërisë dhe Italisë ka keq kuptim sepse është vetëm një det që ndan dy vendet tona, por të marrësh njerëz në tokë, t'i fusësh në një avion, t'i sjellësh diku mijëra kilometra larg në një vend të tretë, po mund të ketë ndonjë efekt parandalues, por nuk do ta ndalojë imigracionin në mënyrën e duhur. Rama argumenton përse zgjidhje të tilla nuk i japin përgjigje emigracionit të paligjshëm. Në fund të ditës ka një pyetje që Europa në përgjithësi, por edhe Britania e Madhe në këtë rast, duhet t'i përgjigjet. A është migracioni një problem apo është pjesë e zgjidhjes? Dhe unë besoj se është pjesë e zgjidhjes sepse demografia është alarmante. Tani, ana errët e këtij fenomeni që është trafikimi, që është emigracioni i paligjshëm, duhet trajtuar përmes marrëveshjeve me vendet e origjinës, por për fat keq jetojmë në një kohë kur zgjidhjet e dobta mbizotrohen për shkak të presionit të lartë të atyre anëve të politikës që kërkojnë përçarje dhe kërkojnë gjak, në kuptimin simbolik. Kur pyetjet është shumë i rezervuar t'ia jap receta se si qeveria britanike duhet të trajtojë çështjen e emigracionit të paligjshëm. Dëgjoni, unë jam më i gjati mes të gjithë liderëve deri tani në këtë pjesë të botës, por jam shumë i vetëdijshëm që udhëheq një vend shumë të vogël, dhe është e pamundur për mua të vendos veten në vendin e kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Edhe duke parë se si po shkojnë gjërat në Mbretërinë e Bashkuar, jam shumë i lumtur që jam kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri Rama shpjegon se bashkëpunimi mes autoriteteve shqiptare me ato britanike për të luftuar rrjetet e trafikantëve për emigracionin e paligjshëm ishte i suksesshëm, pasi sipas tij informacioni qarkulloi në kohë reale mes ekipit të përbashkët që u ngrit. Nga viti 2022 kur u nënshkrua marrëveshja mes Ramës dhe Sunakut, është ulur në 95% fluksi i emigrantëve të paligjshëm drejt Mbretërisë së Bashkuar. Do të qëndrojnë në burg për jetë 26 vjeçari Hysen Meta, që në shkurt të viti më parë vrau baban e tij në Shenevlash të Durrësit. Gjykata e Durrësit dënoi me burgim të përjetshëm Hysen Metën, të cilin e gjeti fajtor për vrasjen e babait të tij Pullum Meta në shkurt të 2024 në Shenevlash. Vajzën e familjes Hygerta Meta, gjykata e dënoi me 8 vite burg për akuzat se ndihmoi në fshehjen e trupit të pajetë të atit dhe me veprimet e saj pengoi zbardhjen e të vërtetës duke marrë autorsinë e krimit. Prokuroria kishte kërkuar dënimin e saj me 30 vite heqëlirie si bashkëpunëtore në vrasje. Për fshehje të kufomës me 3 dhe 5 vite burg u dënuan edhe nëna e tyre Blerina Meta dhe djali tjetër i familjes Amarildo Meta. Prokuroria tha se hetimet dokumentuan që vëlla e motor kishin menduar dhe thurur me qetësi planin e tyre për të vrarë baban. Ngjarja ndodhi mesditën e 10 shkurtit të një viti më parë dhe shkaku bën konfliktet familjare. Hysen Meta në prani të motrës Hygerta Meta qelloi me një pistolet në drejtim të babait të tij 4 herë duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme. Fëmijët u munduan ta fshihnin ngjarjen duke deklaruar se babai ishte larguar nga shtëpia, por hetimet zbuluan krimin e rënd. Policia e Durrësit arrestoi 4 persona dhe shpalli në kërkim 2 të tjerë për vrasjen e 2 fish që ndodhi një ditë më parë në një lokal në Mans.
Policia e Durrësit ka shpallur në kërkim Daniel Pepën dhe Gëzim Allçin lidhur me ngjarjen e së mërkurës ku humbën jetën 2 të rinj në një bar kafe në zonën e Manzës. Nga hetimet dyshohet se 30 vjeçari Gëzim Allçi erdhi në ndihmë autorit 21 vjeçar për t'u arratisur pas vrasjes së Flori Palucit me këtë makinë që shihni në foton e siguruar nga televizioni Klan. Po për këtë ngjarje uniformat blu kanë arrestuar 4 persona, të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin që ndodhi përplasja me armë dhe që i mori jetën Aranit Kurtit dhe Flori Palucit. Ata akuzohen për mos kallëzim krimi. Sipas hetuesve, Daniel Pepa ishte personi që nisi konfliktin me kamaririn e lokalit, pasi ky i fundit nuk i shërbeu kafe në orën 1:45 të mëngjesit. Kamarierit i doli në krah Flori Paluci, i cili ndodhej në tavolinë me të dhe 3 persona të tjerë. Pas këtij debati, Daniel Pepa dhe miku i tij është larguar nga lokali për të rikthyer pas pak minutash, së bashku edhe me Aranit Kurtin. Sapo janë shfaqur jashtë bar kafes, Flori Paluci ka dalë me pistolet në dorë dhe i ka qelluar në tokë. Daniel Pepa ju kundërpërgjigj me armë duke qelluar në shpinë. I plagosur Paluci qelloi ndaj 23 vjeçarit Aranit Kurti, i cili humbi jetën në vend, edhe pse u ndihmua prej miqve të tij që e dërguan në spital, edhe Flori Paluci nuk mundi të mbijetojë plagëve. Segmenti i autostradës nga Casa Italia në qafë Kashar do të hapet i plot për automjetet brenda aktiviti. Ministria e Infrastrukturës Belinda Balluku thotë se rruga e re do të jetë një autostradë e tipit A dhe me 4 korsi në një drejtim. Loti i parë i projektit për ndërtimin e aksit Tiranë-Durrës ka arritur në 65% të punimeve, ndërsa i dyti në 80%. Afati kontraktual i përfundimit është shtatori i vitit 2026, por Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku deklaroi se nisur nga ecuria e deri tanishme e punimeve, synohet që i gjithë segmenti nga kthesa e Kamzës deri te mbikalimi i Kasharit të hapet për makinat brenda këtij viti. Autostrada Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e para duke nisur nga Casa Italia dhe deri në mbikalimin e Kasharit, kthehet në një autostradë të tipit A. Ecuria e projektit është shumë e mirë. Ne shpresojmë që pa dy hyrje sigurisht ta dorëzojmë për fazën e parë dhe fazën e dytë ta dorëzojmë për akses në fund të muajit dhjetor. Ndërkohë, projekti ka avancuar edhe në lotin e tretë. Ne kemi nisur në fakt punimet për fazën numër 3, e cila parashikon vijimin e zgjerimit të rrugës. Ndërkohë, ARSH po përgatit gjithë dokumentacionin për të treja fazat e para për arredimin apo mobilimin urban. 2 lotet e para kanë një gjatësi prej 6 kilometrash dhe me rindërtimin kjo rrugë kthehet në një autostradë të tipit A me një kuror 32.5 metra të gjerë dhe 4 korsi për secilin drejtim. Donald Trump ka anuluar përfundimisht takimin që do të zhvillonte me presidentin Putin në Hungari dhe ka vendosur sanksione ndaj naftës ruse. Për Donald Trumpin, refuzimi nga Moska i propozimit për armë pushim të menjëhershëm në Ukrainë është kulmi. Ndaj, shefi i Shtëpisë së Bardhë njoftoi tërheqjen nga nisma për të takuar Vladimir Putinin në Budapest. Sa herë që flas me Vladimir Putinin, biseda shkon mirë dhe pastaj s'dali më skund. Në takimin me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan shpalli sanksionet që i shtynte prej kohësh për t'i dhënë mundësi dialogut me shefin e Kremlinit. Janë sanksionet të tmerrshme kundër 2 prej kompanive më të mëdha të botës që janë ruse. Shpresoj që kjo ta detyrojë të bëhet i arsyeshëm. Për të parën herë që prej nisjes së mandatit të dytë të Donald Trumpit, Washingtoni vendosi sanksione ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë në koordinim kohor me Bashkimin Evropian, që këtë të njëjtë shpalli paketën e 19 ndëshkuese ndaj Moskës që ndalon importin e gazit të lëngshëm rus. Vendosjen e këtyre sanksioneve, Vladimir Putin i cilësoi si një akt armiqësor nga Washingtoni dhe që nuk do të forcojnë marrëdhëniet ruso-amerikane, por që nuk do të dëmtojnë ekonominë ruse. Ndërsa për takimin e Hungarisë, Putin zbuloi se propozimi për t'u takuar erdhi nga vetë Trump gjatë telefonatës së zhvilluar një javë më parë. Unë u pajtova me këtë, shpreha mendimet e mia për këtë çështje dhe thash se sigurisht takimet të tilla duhet të përgatiten mirë. Do të ishte gabim si për mua, ashtu edhe për presidentin e SBA-s, ta trajtonim këtë çështje lehtë dhe ta linim takimin pa rezultatin e pritur. Presidenti i SBA-s ka vendosur ta anuloj ose shtyj këtë takim. Çfarë mund të themi? Dialogu është gjithmonë më i mirë se çdo përballje, çdo mosmarrëveshje apo sidomos lufta. Por vendimi i Trump për vendosjen e sanksioneve ka dhënë menjëherë efekt, pasi sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Kina ka vendosur që të ndërpresë importin e naftës
naftës ruse nga kompanitë Lukoil dhe Rosneft nëpërmjet transportit detar. Edhe India, një nga importueset më të mëdhenj të naftës ruse, raportoi se pas këtyre sanksioneve, kompanitë do të ulin në mënyrë drastike importimin e naftës bruto ruse. Sa kaq, sanksionet e Trumpit kanë ndikuar direkt në tregjen ndërkombëtare, ku çmimi i arit të zi u rrit menjëherë me 5%. Është konsideruar historike që Papa Leoni XIV dhe mbreti Charles III i Britanisë së Madhe zhvilluan këtë tenjte një lutje të përbashkët në Vatikan. Ky është një moment i rrallë historik kur Papa Leoni XIV, drejtuesi i Kishës Katolike, bën një lutje të përbashkët me mbretin Charles III të Britanisë së Madhe, që drejton Kishën Anglikane. Është hera e parë pas gati 500 vjetësh që kur Henriku VIII shkëputi nga papati të gjitha kishat e Anglisë dhe vuri veten në krye të tyre, një traditë që vazhdon edhe sot. Ritualin e përbashkët e kryen në kapelën Sistine të ndërtuar mes viteve 1473 dhe 1481, rezidencën e Papës dhe vendin ku zhvillohen konklavat. Lutjes së përbashkët i parapriu takimi kok më kok mes Papa Leonit XIV dhe çiftit mbretëror në Vatikan, ku mbretëresha Camilla ishte veshur me të zeza në respekt të kodit vendas të veshjes. Ata shkëmbyen edhe dhuratat e rastit. Në vizitën historike, mbreti Charles III u prit edhe me një ceremoni të shkurtër ku garda zviceriane që mbron simbolikisht selinë e shenjtë, luajti edhe himnin kombëtar të Britanisë së Madhe. Vizita i shërben përpjekjeve për parafrimin mes dy kishave që dikur kanë qenë një e vetme. Këtu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.